Ndryshe. Gen më mësoj pak më parë që bëj shumë mirë që bëj video me të ftuarit edhe gjatë kohës jam transmetime edhe në ekran. Po sigur nuk shkon. Ja, shi sa bukur janë. Shife, ëmbëlsira për në fund. Është me Blerina Shehu dhe Coloreto Cukali. Përshëndetje, mirë se u gjeni. Mi dita të marrë intervistë Kolo. Kolo Cukali, Blerina Shehu. Që ku kam gjendur e kam pritur këtë moment. Dgjoj, ja kemi kërkuar her pas herë një tjetrit dhe ja kemi dhënë mundësinë e të qenurit bashkë. Ti ja ke dhënë më shpesh Kolos. Sot ka ardhur dita më në fund që edhe Kolo të ta japë. Sot nuk është e hënë, sot është e martë dhe tregoni tani çfarë do thoni për të martën tonë. Ne kemi ardhur ndryshe. Po vdisja ta thoya këtë fjali. Mezi po prisja. Ndryshe nga çdo herë tjetër. Dhe kisha menduar që s'do ta thoja dot kurrë sepse është një frazë që zakonisht e thonë për kompeticione kur këndon. Do vi ndryshe. Po, kësaj radhe do vi ndryshe ose në një sken. Jo, më në fund më erdhi radha ta them edhe unë kemi ardhur ndryshe. Po, projekti kësaj herë është ndryshe. Ti je ndryshe Kolo? Sepse ti kam 5 gjëra ndryshe, po i gjetët. Gjeni 5 ndryshimet. Kështu do harxhoni të 10 minutat që kemi fizike apo shpirtërore? Po të brendshme më sa. Të brendshme. Po të brendshme fizike domethënë. Brendshme nuk i njohim. Je dobësuar. Një. Jo. Je pa gjumë nga kalamaj. Nga, po, e gjete. Dhe nuk shoh mirë nga njëri sy. Nga njëri sy. Atë një sekret, nuk është sekret, po mbase nuk e kam thënë ndonjëherë. Mund ta kem thënë ku diku, po në radion tonë Kur ja ke dhënë Kolos një intervistë? Kur Kolo bënte emisionin e tij në Club FM. Po mos gaboj. Se mund ta themi? Po mund ta them se çka ka. Unë vija nga Elbasani në Tiranë atëherë se kisha filluar punën dhe jetoja në Elbasan. Dhe shpesh më qellonte që dëgjoja Kolon, se bëj emision përditshëm, ë? Po, mëngjesi, po. Mëngjesi. Edhe nuk e di, po nuk e hiqja dot të radion, pavarësisht se ka një mungesë ritmi në dukje, që është i qetë. Ka shumë të seksuar. Që është i qetë. Duke i gjithë histori. Ky duket sikur flet gjumë në fakt. Kolon gjithë histori. Po nuk është ashtu. Ishte për të thënë që s'ke ritëm. Por më ka pëlqyer shumë. Domethënë dy njerëz që më pëlqejnë radio është Adi Krasta edhe Coloreto. Po ju çfarë ju pëlqen tek njëri tjetri që jeni bërë bashkë për sot nuk është e hënë? Na pëlqen gruaja ime. Sa do të thosha? Po, kjo është e përbashkëta e madhe. Mua pëlqen ajo që tha Salsano, sepse fillimisht un kam qenë dëgjuese e këtij programi. Edhe Salsano ka qenë i ftuar hera herës. Pastaj nuk e di, një ditë Salsano nuk u shfaq më dhe unë e zvendçova. Ashtu ka qenë fakt sepse A mund të tregoj pra dhe unë historinë me Blerina? Po. Personi i parë i cili un kam dalë në transmetim në një shkurt të 2005-s dhe bëra 20 vite është Eni Shehu, vllai i Blerina Shehu. Dhe kur takova Blerinën, Këndë unë që për Blerinën, Eni Shehu ka qenë i parë. Jo të pabrunde. Edhe Eni më masakronte në fillim, se thoshte ti duhet gabime kështu tallej me mua. Atë dikush ditja, ti thoshe she aty motrën. Dhe njëherë unë e kam sharë. Kur njoha Blerina thash, po pse si Blerina, shi sa e mirë është Blerina e qetë shtruar e dashur. Me shaka se i du fort. Ti vazhdon të jesh opozita e tmerrshme, në thojza radiofonike. Dhe e pavetdijshme. Unë po e sabotoj, po. Unë po e shkatërroj sistemin. Pse ke një lloj, her pas here duket si mblëf që ke ti për pozitën. Të kam thënë, Gjansi Xhelal. Për qeverisjen për këto. Pse e ke këtë? Apo kështu duhet të jetë? Kështu je ti apo kështu duhet të jesh në radio? Unë nuk e kuptoj mirë fjalën mllef, me thënë drejtë. Po ma shpjegova çfarë është mllef. Merë fjalorin që hap ti thënën edhe na e shpjegoj. E di se mllefi, për shembull kam kaq kohë që duhet i themi gjë Blerinës, edhe nuk ja them edhe e mbaj aty për brenda kështu. Edhe ose nuk e nxjerr fare ose nxjerr dhe gjëra që kjo nuk i meriton. Ky është mllef. Opa. A ti mendon që unë i them, më thuaj një gjë që kjo qeveri nuk e meriton që unë e kam thënë dhe unë do i kërkoj falje për çdo gjë që do thuash ti, që nuk e meriton qeveria, unë do i kërkoj falje publikisht. Unë thash që nuk jam dakord me atë që thua ti. Po ti e paragjykove mos autoritet. Nuk e paragjykova. Jo, është një lloj Salsano, unë ta shpjegoj, thua dhe gjëra që do ta fillojmë nga do ta fillojmë nga zyra. Atje dhe vim deri këtu në radio. Po se kemi shumë kohë. Unë e vlerësoj shumë faktin që këtu më kanë lënë të flas çfarë të dua. Kuptimin që nuk më ka ardhur. Shumë e lirë jemi. Jo, nuk e di a jeni ju të lirë, unë jam i lirë. Po, këto e ka thënë dhe drejtori që e kemi kolon për të gjitha, kështu që ndërë kolon që mos nisem mos e dëgjoj u tjerë. Shikoj se liria rrëmbehet, kolon ka rrëmbyer, kështu që është një fat shumë i madh. Mos të bezis një presione, mos fol për këtë, mos thua. Asnjë. Pra kjo është gjë, pra një nga arsyet pse flas lirshëm është sepse ma kanë krijuar mundësinë. Dhe e dyta, unë në çdo moment që flas, unë nuk besoj se po flas inatet e mia personale, unë mendoj që po shpreh
mërzinë e shqiptarëve. Pra nuk nisem nga hallet e mia, sepse unë nuk kam halle, unë jam mirë. Pra ne jemi një grup njerëzish, unë dhe ca të tjerë, ndoshta edhe ju, që jetojnë mirë në këtë vend. Pra nuk kam probleme, bëjmë pushime të mira, kemi një pagesë të mirë, jemi në ekran, na njeh dikush etj etj. Pra unë nuk kam problemet e mia, por unë mundohem të kanalizoj problemet e Shqipërisë. Dhe në këtë mes nuk kam mlef. Nuk kam ti kur ke një mur përpara do i gjush më shpullat i murit se nuk do e marr, nuk do e përkthelesh. Me shpull, le të themi shumë. Okej, si term nuk shkruaj. Biem dhe me kokë, se i ka kur është opozita e Kolos në emision? Jo. Nuk je opozita e Kolos. Jam mbështet. Thjesht e moderoj pak hera herë se nga frika. Më mbledh. Kam thjesht frikë që mund të zbresin poshtë edhe nuk i dihet. Blerina, çfarë të pëlqen një gjë shumë te programi juaj dhe çfarë mendoni se do të ndryshoj për sezonin tjetër apo që Mua më pëlqen shumë rubrika e 10 gjërave që përgjithsisht merr shkas nga ngjarje tipike të javës, siç ishte një nga këto të fundit, që ishte lidhur me lajmin që zoti kryeministër dha lidhur me të gjithë politikanët e rinj të Partisë Socialiste, të cilët ashtu sikurse gjithë pjesa tjetër e popullsisë do të shkojnë në shkollë më në fund. Pra mbasi morën diplomë, do të parlamentar. E kupton? Ja, gjithë shkolla nga para. Shpreha tipike është që sa let pas ka qenë shkollar do kisha bërë të mesme. Eksakt. Kështu që kjo është një rubrikë që më pëlqen shumë dhe ne së bashku me kolegun ton Florenc Zerellari shkojmë të kërkojmë le të themi gjëra ironike siç ishte këtë javë për shembull, cilat do të ishin lëndët hipotetike të kësaj akademie dhe kishte gjëra të jashtëzakonshme. Edukat seksuale do ketë si Jo, nuk e kishte menduar atë, e din mirë. Është, po pra, është vetëm lëndë që ata kanë shkëlqyer. Ashtu kanë marrë shkollën e mesme Salsana. Po. Duke shkëlqyer edukat seksuale. Kolo të pëlqen. Duke bërtit. Të pëlqen më shumë të jesh në backstage, të pëlqen më shumë të jesh prapa kamerave apo producent apo të shkruash apo të moderosh apo Mua më pëlqejnë të gjitha gjërat. Thënë që kur bën shumë gjëra nuk i bën mirë gjitha. E thonë këtë gjën, unë nga 7 gjërat që bëj, 2 nuk i bëj mirë. Që janë? Ai pa nuk i them dot. Shëndra jote, domethënë ëndra jote, është pasioni yt, regjia më i madhi për momentin? Është një egzaltim, se për pak thash eksitim. Eksitim, po, edhe eksitim është fjalë e bukur. Egzaltim. Do na çojnë në shkollë me Salsano. Ne nuk e diç kuptojmë se ja dim kuptimin. Është një pasion që më egzalton dhe mendoj që mund bëj gjë të mira aty. Pra mendoj që mund të jap diçka aty. Modestisht. Vazhdon projekti këtij viti që kishe nisur? Në stadium? Cili është projekti? Nuk e kupton dot. Projekti i këtij viti është shtyr për pak kohë. Sa të mbaroj shkolla e politikanëve? Shiko, se nuk është film për të rritur. Un kam vënë re që gjithë emisionet radiofonike tashti kanë pothuaj një formë të bashkët. Që janë një ose 2 moderatorë me të ftuar zakonisht. Ju jeni ndryshe. Edhe ju, çfarë koincidencë, ndryshe. Shkoj unë zotë. Diferencën mund ta vendosni para televisionit. Diferencën e bën përmbajtja, e bën moderatori, e bën autori, sepse Kozeta na dha një fanatike apo e përmbajtjes, jo e fanatike e përmbajtjes, jo e klikimeve dhe jo e xhirës. Personalisht mendoj që i ftuari nuk bën ndonjë ndryshim të madh, sepse ata 10 ftuar që janë apo 50 që janë shtrydhen nga gjitha anët, shkretët nuk janë mas limon, janë një shalqi i tharë tashmë që nuk ka çan nxjerr më. Kush e bën interesante? Unë mendoj që bën personaliteti i moderatorit. Këtë gjë, ë? Po. Por unë mendoj që një emision si në radio, si në televizion, suksesin e ka tek personaliteti i moderatorit ose moderatorëve nëse janë 2. Ose tek kimia e përbashkët. Domethënë atë pa njerëzit vinë për të dëgjuar Loro dhe Salsano. Atë që autori pra në konkluzioni i autorit është njerëzit vinë për të dëgjuar. Çka kam atë ndor, kam gjithmonë një shkop ndor. Pas ka qenë shumë ftohtë atëherë. Ka qenë vit i ri dhe un po i jepja startin Big Brother Radio se erdha tek ju me promovu. Blerina, po ti pse me fytyrën ndej apo? Nga baba gjyshi. Unë nuk e di akoma ku ndodhet kamera, Salsano. Po pse me gisht një. Blerina e ka mendje këtë Davidi. Blerina gisht. Te gjepja. Cilat do të jenë, ku do jenë pushimet verore? Jemi në fund fare. Unë me pushime jam me pushime on top. Me pushime on top. Kështu që deri nga mesi i gushtit jam çdo ditë në punë me pushime. Okej. Pastaj ajo sigla më gjen, ka shumë qef bëni aty ke emisioni? Shumë qef. Vërtet? Shumë qef, po bëjmë edhe shumë punë, kështu që
Pastaj do të shkoj. As merret vesh që është bërë qef. Ka shumë punë bëhet. Pastaj do të shkoj për pushime me Kolon dhe do marrim dhe bashkëshorten e Kolos. O sa mirë, ku do shkoni? E cila nuk e di akoma që do vim me neve për pushim. Kole do t'jap dua një mendimin tënd. Është bërë një tendencë që ftojnë në emision ata që duhet bëj lajm, për shembull. Dhe kjo tendenca për t'i kërkuar të ftuarit një emër. Me ne keni dështuar komplet. Kë urren ti, kë dashuron ti, kë do e mos ta shifje kurr. Të duket normale apo është apo s'duhet? Ke një mendim për këtë? Un kam një mendim, po atë ngjelet hatri mos e them. Jo, mos e thuaj. Po. Mos e thuaj, qoftë. Sepse meqense po flasim për kolegë dhe për nuk dua të dukem sikur un jam çik më po gjykoj ca të tjerë që bëjnë jetën punë. Jo, pse ke mendimin tënd? Gjithmonë e ke pasur. E kam, po se pastaj do dali dikush thotë, po ky pse flet me mllef për kolegët? Çe ka këtë mllef me këtë që nga i ke friti. Ky nuk është mllef, është një opinion. Do bëj diçka tjetër. Nuk do flas për emisionet, po do flas për tendencën që kanë njerëzit që kanë vëre unë. Është ajo gjë në anglisht i thon name dropping. Pra është ideja që sa më shumë emra të hedhësh, dukesh më rëndësishëm, për shembull, sikur të vi them unë këtu për shembull, isha dje me ministrin, do të thënë, mbas dite takova ku diun filan. Zvendçkoj ministrin, aktor, pra ideja për të hedhur emra për të dukur i rëndësishëm, më duket pak vulgare, me thënë drejtën. Pra ti nuk ka rëndësi kë ke takuar, ti je prapë një vetë person, pra ti vlerën e ke brenda, nuk e ke tek ai që ke takuar, apo ai që ke pirë një kap apo që ke ngrënë një drek. Kjo ideja, kështu që ndoshta për ta shtrishë në televizion më duket pak e ishte ndryshe nga ajo që pyeta unë, domethënë tendenca e moderatorit. Kështu rrotull thash si përgjigje. Jemi në fund fare, faleminderit shumë. Po në fund fare. Shikoj se po ikem, nuk na keni qerasur me një lot. Po ikem pa qarë. Është e vërtetë që këtu te ju hyn njerëzit dhe ju rrihni dhe dalin duke qarë. Jo, ne i bëjmë më shumë për çeshun sa dalin. Po shikosh sy të nxirr. Janë nga Rimeli, pope të ndënjura të nxira janë nga qelluar. Pash kozetën, po e pash vetëm në sy. Po se qeshëm u knaqë. Kulumtova më shumë. Përpara ishte nxirr dhe në vende të tjera. Çuna dhe goca, faleminderit që ishit me ne. Shumë sukses. Ne do shkojmë edhe brenda edhe jashtë. Unë Turqi joj. Asaj do bëjmë listë aty. Unë në Iran, joj. Unë jam në përmes dhe jam në përmes dhe. Okej. Si do është fundi, ne e mbyllim. Verë të bukur. Kështu ka qenë ky sezon për ne me të qesha, me miq të mirë, me ftuar të mirë dhe uroj të jetë kështu në vazhdim. Gjone, duhet falenderojmë me ata që kanë bashkëpunuar me ne. Elona ti një fëmijë emra, ti di më mirë emra. Po si çuna, atë është Alisi që gjithmonë qëndron pranë në regji dhe na jep play të gjitha videove tona që janë për qeshe, për qa. Është Mario dhe Ani edhe Skerdi që është DJ i programit. Po dhe gocat e webit Mikela me me Kliselën, me Silvian, të gjitha një falënderim. Gjithashtu falënderimi shkon edhe për Edea Demalian, koordinatore e programit. Për Elmën e marketingut, për Eurildën, për Ledionin, për gjithë. Po i falenderojmë dhe se tanët janë edhe këta. Edhe tanët janë. Dëgjoj, i falenderua dje, kështu që mbyllim. Sa no dje, ti nuk e di. Po ishte çfarë ndodhi dje? Po dje. Ishte ne gjëra që u than sot këtu, ja kemi thënë gjitha dje. Bo. Edhe kozeta ishte dje. Ciao me lot, tregoj historinë e bukur që tregoj sot. Edhe po thosha deri në sportin, ne sigurisht do të dimë çfarë do të kesh salsa. Ne pasi të dal bo. E shikoni miq, që Coloreto dy përsëritje nuk të bën kurrë. Që Coloreto ka shumë ritëm dhe është shumë shakaxhi. Por dhe dy të rrafme, si kozeta, dy të rrafme të bëjnë mirë. Të bëjnë mirë dy të rrafme, dhe dy përsëritje. Edhe më mungonte kjo gotë lot. A do mbyllim më mirë se kaq? Faleminderit që keni qëndruar me ne dhe uroj të jeni. Çdo gjë që ka ndodhur dje, po ndodhet sot, nuk e di do ndodhi më apo jo, gjithsesi. Ju takofshim pushimet mbara gjithë. Pushimet mbara kolegë. Faleminderit për çdo gjë. Faleminderit. Puç gjithë. Puç.